Tani do lidhemi me Muhamet Ajetin nga Zvicra për të kuptuar pakës më shumë dhe për të uruar festën fillimisht. Mujo e gëzofsh Bajramin. Kofshnosh edhe ti e gëzofsh. Ne ende nuk kemi Bajram, po më duket se transmetimi bëhet për Bajram. Në fakt këta struganët nuk e kishin si formul, ta kishin një formul tjetër. Nuk më kujtot për shumë mote, këshu diçka uronin, po të ne në Tetove dim që është një formul fikse. E gëzofsh Bajramin, kofshë ndofshë edhe ti e gëzofsh. Ti e gëzofsh. Zakonisht më i vjetri thot më të riu, të gëzofsh Bajramin, po në këtë rast ti e udhëhec emisionit. Falënderit për urimet gjithashtu. Tamam. Pas ka dhe një rregull tjetër që unë se dika. Si është Zvicra? Zvicra me diell. Klima paraprazisht e njëjtë si Tetov, Tetov në qëllim se në Maqedoni, po sot ka marrë një ditë me diell, të më sincer. Si për festa. Si për festa, ditë feste, po. Në fakt, më thuaj si festojnë festat në përgjithësi, e ndjen ti ndonjë fest më të veçantë kështu, ose e ndjen ndonjë fest kombëtare, ose qoftë kjo fetare, shqiptarë që më lidhen pakës më shumë, apo jenë në ndonjë zonë ku s'ka shumë shqiptarë? Në realitet unë jam në zonë ku ka shumë shqiptarë, po biznesi im është i aty që nuk më lejon, nuk kam edhe shumë kohë që të merren me festa ose me organizime. Mirë po ka ndryshuar rrënjësisht edhe festat, edhe ata që kanë kohë festojnë pak më ndryshe, në krahasim me vitet e mëhershme kur ndoshta edhe pse unë kam qenë më aktiv atëherë, kur merreshim edhe me politikë edhe me organizime festash, kështu që nuk është njësoj si dikur, mandej edhe gjeneratat të më të vjetra të themi, si puna e jonë, festojnë më rrethe familjare, ndërsa të rritë janë më pak të organizuar në krahasim me organizime që kemi pat në dikur. Festat kombëtare, për shembull, ishin organizime madhështore këtu, në për klube, në për vende ku të bëheshin pjesa më e madhe e mërgjimtarëve. Mirë po, këto vlera, jo se janë anashkalu, po kanë pësu ndryshime rrënjësore. Festohet në për familje, kuptohet, rrjetet sociale kanë bërë të vetën, njerëzit komunikojnë edhe në përmjet të rrjeteve sociale dhe mendoj se edhe kjo ka pat ndikimin e vetë në organizimin e manifestimeve. Po me gjitha të besoj që në Përshevc ose në Tetov në përgjithësi Bajramet kanë lezetin e vetë. Të kujtohet kur ke qenë krejt familje ose mendoj se familjet mos shumë t'i gëzohen për festa. E kujton ndonjë epizod veçantë jetës tënde të Bajramit që ke festuar këtu në Maqedoni? Sigurisht, çdo festë e Bajramit ose festa tjera kanë qenë edhe për fëmijët diçka specifike. Kemi kujtime nga familja, po edhe kujtime më të freskëta kemi për festat, sepse vitet më herët, siç thash më përpara, kemi bërë përpjekje që për festat më të rëndësishme të jemi më afër familje, domethënë vendlinjes, kështu që kemi planifiku pushimet që të i kemi gjatë Ramazanit ose në kohë të Bajramit, ose në festat e caktuara, si për shembull në festat kombëtare, themi, në shumë të rasteve kemi udhëtuar edhe për Shqipëri, po si të thash, nuk e di a është individuale kjo, po si duket ka një përmas më të madhe se sa individuale, mos marrja mbase në festave, themi, kushtimisht. Unë e di se ti nuk ishe kthyer asnjëherë në Maqedoni, por e di se edhe nuk heq dorë nga një ëndër, që është ajo e gazetarit, edhe po të vë para aktit të kryer, kur do ta kemi podcastin? Podcastin e kam unë që moti, po mendoj akontin e kam bërë, po nuk kam punu në drejtim, edhe disa miqë më kanë shty që të reaktivizohem, një mike, si që ti, më ka provoku që të angazhohem pak më tepër, mirë, po është diçka specifike se ne që merrim me biznes humbim shumë nga vlerat intelektuale dhe kështu që e kemi vështirë të dajmë kohë
dhe të merrem me aktivitete jashtë biznesit, jashtë punës. Por unë jam këmbgulës dhe besoj se së shpejti do të jem më tepër i angazhuar në jetën kulturore, në gazetari, të kthehem asaj që kam ndruar me kohë, siç e din ti, kemi bërë edhe disa projekte përbashkëta dikur, mirëpo nga rrethanat të cilat më janë diktuar është dashur të lë për gjysmë dhe kam bërë prioritet ekzistencën materiale, kuptohet? Duket njohur si natyre, di se nuk heq dorë lehtë, kështu që ndaj ta shtrova pyetjen, edhe është koha që të kuptojmë për shqiptarët e diasporës në përgjithësi, po edhe të Zvicrës se çfarë bëjnë atje, sepse ne shumë shpesh dëgjojmë vetëm lajme të këqija nga diaspora. Ç'është e vërteta? Truri na ka ikur, inteligjenca na ka ikur, kështu që është mirë të kuptojmë se çfarë bëjnë shqiptarët intelektual, njerëzit e suksesshëm në diasporën shqiptare dhe konkretisht në Zvicër, kështu që besoj që më mirë se ti se bën askush këtë punë. Shpresoj se mund të bëjmë punë të madhe në këtë drejtim. Sa për informacion, shqiptarët këtu në Zvicër punojnë. Punojnë shumë. Punojnë shumë. Është një fenomen interesant se pasi u bë liberalizimi i vizave, shumë shqiptarë shfrytzuan rastin dhe vizituan familjar, mirë po vasuan keq këtu që nuk ne kemi kohë të merremi me ata dhe nuk janë kthyer më shumica dhe një nuk e kanë provuar të vinë në Zvicër. Kështu që këtu me të vërtet njerëzit kur duan të vinë në Zvicër, unë e krahasoj jetën me poezi, por kur vinë këtu bëhet prozë. Ne jetojmë në prozë këtu dhe nuk na ndërpritet proza, romane jemi duke shkruar në të kuptim. Mujo, për këtë bie malli në Maqedoni ma shumë? Një pyetje shumë e rëndë. Mua këto më pyesin nga ku vjen, them nga Maqedonia, po unë nuk ndjehem se vim nga Maqedonia, më duket se vim nga Tetova. Sikur Tetova të ishte një objekt, kam nevojë një herë ta përqafoj Tetovën, si Tetovë. Për mbie malli për Tetovën, për miqtë e shumë që kam në Tetovë, edhe kjo është ajo që më mungon. Këtë do ta kishe përshëndet sot, në këtë ditë feste? Përshëndes familjes, kuptohet, gjithë ata që më njohin, miq, të shumë që thash, edhe i përshëndes juve si staf të Alsatit. Nuk kam shumë kohë që përcjelli, po çdo moment kur jam i lirë, përpiqem të ju përcjell, i bëni një punë të mrekullueshme, mbi gjitha emisioni yt më pëlqen pa mas. Faleminderit shumë për gjitha fjalët e mira, edhe ne të falenderojmë shumë që gjithmonë ndan kohë që të jesh pjesë e emisioneve tona sa herë na duhesh. Patjetër. Edhe mos harro çokoladat kur të vish. Të falenderojmë shumë. Çokoladat shkerihen, po kur të vini këtu do të vërdem çokoladat. Patjetër, faleminderit shumë për kohën që ndave, edhe i përshëndes se harrova të cek që pavarësisht po flasim për Bajramin dhe kujtuam pak fëmirim, u përpoqëm pak të shkojmë atje, po ti je një gjysh me shumë nipa e mbesa, kështu që përshëndesim dhe zonjën Sena dhe gjithë niparit dhe mbesat e tua që i ke atje, vajzat po ashtu. Faleminderit shumë, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit.